Uthulla e mollës, receta që i ka habitur të gjithë, ja si ta përgatisni. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për të marrë vlerat e këtij produkti fantastik. Nëse përdoret si duhet dhe në sasinë e rekomanduar ditore, uthulla e mollës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve të tij. Ndaj dhe ekspertët e Healthline këshillojnë përdorimin e saj me kujdes. Studime të ndryshme kanë treguar se, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pirja e një lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë mund të sjellë shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj kombinimi i saj ashtu si duhet në dietën tuaj mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj në tërësi. Por si mund ta pini uthullën e mollës që të merrni përfitimet e saj ushqyese? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytyrit. Për pasojë, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët tregojnë se uthulla e mollës gjithmonë duhet të tretet në një filxhan me ujë përpara se ta konsumoni, dhe sugjerohet të mos konsumohet më shumë se 1 deri në 2 lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë, në mënyrë që përfitimet e saj ushqyese të jenë vërtet fantastike për organizmin. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni uthullën e tretur të mollës në dietën tuaj. Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur gjithashtu me fiber e cila do të ndihmojë në një mbrojtje më të mirë të stomakut tuaj dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla e mollës do të shërbejë veçanërisht edhe për organizmin tuaj në tërësi. Edhe si një laksativ duke zgjidhur çështjet siç janë për shembull edhe ato të konstipacionit. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të rregullojë gjithashtu pH-in në organizëm, duke ju ndihmuar të mbani larg komplikacionet e një mungese të ekuilibrit të tij. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokën tuaj çdo mëngjes dhe në mbrëmje, dhe kështu do të merrni efektet e saj pozitive në rigjenerimin e shëndetit. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë edhe për të evituar gjithashtu infeksionet. Myku dhe infeksionet janë një risk i vazhdueshëm i organizmit, që shpesh del jashtë kontrollit. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit tuaj edhe për të mbajtur larg mykun dhe infeksionet të ndryshme, të cilat mund të prekin zona të ndryshme të trupit dhe të krijojnë shqetësime të forta të tyre. Shtimi i uthullës së mollës mund të ndihmojë në një menaxhim më të mirë të luhatjeve të sheqerit në trup pas ushqyerjes së dobët. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore mund të ndihmojë gjithashtu edhe në ngadalësimin e ngopjes dhe kështu të rregullojë nivelet e sheqerit, duke kontribuar në një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm. Uthulla e mollës do ju ndihmojë të evitoni toksinat e tepërta në trup. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikim më të mirë të shëndetit tuaj të mëlçisë dhe jo vetëm. Mjafton që të tresni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe ta konsumoni atë sipas nevojave tuaja ditore. Mjafton që në këtë mënyrë ta pini në mënyrë të rregullt dhe do të ndihmojë gjithashtu në një detoks më të mirë dhe do të evitojë problemet e toksinave. Uthulla e mollës është e mirë për personat që duan të evitojnë kilogramet e tepërt të tyre trupor, duke i ndihmuar që të qëndrojnë më të ngopur për pjesën më të madhe të ditës. Shtimi i uthullës së mollës do të rrisë ndjenjën e ngopjes në organizmin tuaj, duke evituar kështu dëshirën për ushqime jo cilësore. Ekspertët cilësojnë uthullën e mollës si një produkt fantastik ushqyes dhe rigjenerues të shëndetit. Përdoreni me kujdes dhe receta me uthull molle do të jetë një nxitje e mirë e shëndetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët e Healthline cilësojnë uthullën e mollës si një zgjidhje mjaft të mirë për shëndetin. Uthulla e mollës
cilësohet gjithashtu si një ilaç popullor. Njerëzit e kanë përdorur atë ndër shekuj me radhë në gatim dhe në mjekësi. Rezultatet që kanë përfituar prej saj kanë qenë vërtet mbreslënse. Shumë njerëz pretendojnë se mund të lehtësojë një gamë të gjerë të ankesave shëndetësore, duke cilësuar kështu atë një prej produkteve më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme që mund t'i kanosin atij. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme shëndetësore, përfshirë këtu edhe efektet antimikrobike dhe antioksiduese. Për më tepër, pirja e uthullës së mollës në vaktet tuaja ushqyese do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në lehtësimin e tyre. Uthulla e mollës këshillohet gjithmonë të tretet në ujë përpara se të pihet. Nuk duhet të pihet asesi më shumë se një lugë çaji uthullmolle të tretur në 250 ml ujë çdo ditë. Kështu, përfitimet e saj do të jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe do të evitoni gjithashtu komplikacionet e ndryshme që mund t'i kanosen atij. Ekspertët e Healthline cilësojnë se uthulla e mollës është e pasur me substanca të shëndetshme. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga mollët. Ajo i kthen ato në acid acetik, i cili është përbërësi kryesor aktiv të uthulla, që mund të jetë gjithashtu përgjegjës për përfitimet e tij të rëndësishme shëndetësore. Ndaj, uthulla mund të luajë një rol të mirë aktiv në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve dhe nxitjen më të mirë të imunitetit tuaj. Uthulla e mollës do ju ndihmojë të largoni bakteriet e dëmshme nga organizmi, duke ju ndihmuar që të keni një organizëm të shëndetshëm, të fortë dhe gjithashtu të evitoni komplikacionet e tij. Healthline këshillon që uthulla e mollës duhet të shtohet me kujdes në vaktet tuaja ditore. Kështu ndikimi i saj në organizëm do të jetë edhe më i rëndësishëm. Substanca kryesore, siç është acidi acetik te uthulla e mollës, mund të ndihmojë gjithashtu në vrasjen e bakterieve të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë edhe një nxitje më të dëmshme të shëndetit tuaj. Ekspertët citojnë se uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë ushqyese për personat që duan të humbasin peshën e tepër trupore. Studimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjenjën e ngopjes dhe t'ju ndihmojë të konsumoni më pak kalori gjatë gjithë ditës. Kështu, ajo mund të çojë në një humbje më të madhe të peshës trupore dhe të evitojë gjithashtu dëshirën për ushqime jo cilësore, duke ndihmuar organizmin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore mund të përmirësojë shëndetin tuaj të lëkurës dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Përdoreni me kujdes dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe në një mënyrë të tillë edhe këto shqetësime. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj të lëkurës, duke mbajtur larg komplikacionet e saj dhe duke nxitur organizmin të kryejë punën e tij më mirë. Nëse doni të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të fortë dhe plot shkëlqim, shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit. Kështu, edhe parandalimi kundër këtyre komplikacioneve do të jetë një mundësi e çmuar edhe për të lehtësuar problemet që i kanosin lëkurës suaj. Ekspertët tregojnë se uthulla e mollës ndihmon në largimin e toksinave nga trupi juaj. Uthulla e mollës ka veti të mira detoksifikuese. Ky lëng i fuqishëm mund të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e toksinave nga trupi juaj. Ndaj përdoreni me kujdes dhe rezultatet që do të keni do të jenë vërtet fantastike. Shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të mbështesë gjithashtu shëndetin tuaj të zemrës, duke evituar dëshirën për ushqime jo cilësore dhe duke evituar kështu problemet e komplikacioneve të saj. Konsumi i uthullës së mollës ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit, duke mbajtur kështu presionin e gjakut nën kontroll. Së bashku mund të reduktojë rrezikun e problemeve të sëmundjeve të zemrës, një arsye më shumë përse ajo duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja ditore. Uthulla e mollës ndihmon njerëzit që të menaxhojnë më mirë peshën e tyre trupore, por kjo duhet të përdoret vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëndësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.